Tirana u vesh kuqezi pas ditën e së premtes në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës, të cilët prej 5 vitesh mbahen në një paraburgim të Holandës, ndërsa Arif Vladi me marshin e UÇK-s drithëroi mira shqiptarët në sheshin Skënderbej. Të ardhur nga çdo cep i Shqipërisë, Kosovës, Preshevës dhe kryeqytetet europiane u bën bashkë duke brohuritur "Unë jam UÇK" dhe liria ka emër sepse në Hag nuk po gjykohen thjesht 4 burra, por po gjykohet liria e Kosovës. Hysén Gucati, kryetari i OVL-s, tha se jemi në Tiranë të ngrem zërin për drejtësi, për të mbrojtur gjakun e derdhur për liri. Po barazojnë viktimën me xhelatin, nuk do ta lejojmë, nuk do të përdorset emri komandantëve tan. Nga Tirana ti themi botës se nuk ishim kriminal, por bi që dhan gjithçka për atë. Ish presidenti Alfred Mojsiu e vuri tekstin tek nevoja të qenurit të bashkuar. Është koha të mos heshtim për të mbrojtur veten tonë dhe sakrificat. Nuk do të lejojmë të nëpërkëmbim gjakun, të bashkuar për të mbrojtur kombin tonë. Protestës ju bashkua dhe Ali Ahmeti, kreu i BDI-s në Maqedoninë e Veriut, i cili tha se gjykata speciale doli nga objekti i saj fillestar, për të cilin u nis. Gjykata speciale doli nga kuzhinat serbe dhe ruse. UÇK ka respektuar konventat e luftës dhe s'ka shkelur asnjë ligj lufte, dhe kjo u dëshmua nga dëshmitë amerikane dhe britanike në Hag. Liria e tyre duhet të vijë pas një vonesë. Ky manifestim madhështor mundi të bëjë bashkë të vetmin deputet të opozitës pjesëmarrës Bujar Leskaj me kolegët socialistë Tauland Balla, Ulsi Manja dhe Erion Braçe.